ndikimin në dem duke favorizuar ndryshimet në jetën tonë të përditshme, por duke sjellë edhe më shumë surpriza dhe të papritura. Kjo është hera e fundit që Urani kthehet në pozicion direkt në shenjën e demit, pasi përgatitet të largohet nga kjo shenjë në 26 prill dhe do të vendoset në shenjën e binjakëve për 7 vitet që do vinë. Ata që kanë lindur në 5 ditët e fundit të shenjës fikse Demi, Luani, Akrepi, Ujori ose ata që kanë ascendentën në këto planete ndikohen jashtëmase dhe me ndryshime rrënjësore në jetën e tyre. Data 5 shkurt. Mërkuri nga Ujori formon një katërkëndësh me Uranin, një ditë që mund të sjellë probleme të papritura dhe ndikime në lidhje me komunikimin apo dhe çështje të tjera që do të diktojnë. Pak vëmendje Demi, Luani, Akrepi, Ujori të 10 të fundit, pra të 10 të tretë që preken veçanërisht në ndikimin që ka të bëjnë.